Greva e mësuesve ka vazhduar edhe sot pothuajse në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Gostivar. Tafa Meti, drejtuesi i sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës në Gostivar, thotë se grevën më së shumti e kanë përkrahur që prej kur filloi këto 4 ditë mësimdhënësi shqiptar dhe turq, si pasojë asaj që ata ishin më shumë të dënuar nga testimi ekstern, kurse pala Maqedona se thuajse nuk ka qenë dënuar. Sipas Ahmetit, arsye e dënimit nuk lidhet me atë se shqiptarët dhe turqit nuk dinë të notojnë, por mungon literaturë adekuate në shqip e turqisht. Greva në komunën e Gostivarit vazhdon. Bëhet fjalë për kërkesat të cilat i tangojnë sferës sociale, as si ndonjë sferë tjetër, edhe sidomos ajo që është më kryesore për popullatën tonë është se pjesa e dënimit nga notimi ekstern, ku jemi përfshirë me një përqindje shumë të madhe, si popullat shqiptare dhe turke. Arsyet nuk janë se nuk jemi në gjendje të notojmë, mirë po ka shumë arsyet tjera që kanë sjellur drejt ajo. Arsyet kryesore janë se sot e kësaj dite në paralel në gjuhën turke nuk ka libra të përkthyer në gjuhën turke, edhe të shkollat profesionale dhe në gjuhën shqipe as pak nuk ka literaturë në gjuhën shqipe. Në Gostivar në grevë vazhdon të jetë edhe çerdhja për fëmijë. Ajo pranon fëmijët në përkujdes, por nuk zhvillohet pjesa edukative. Tafa Meti, drejtuesi i sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës në Gostivar, përsërit se nëpërmjet kësaj greve kërkohet si e para heqja e dënimeve nga testimi ekstern, pastaj realizimi i kërkesave tjera. Pjesa dërmuese e arsimtarëve, e kulturës, sidomos e atë duhet ta cekim, ku e kemi 100% përfshirje në kulturë që e përkrahin greven, ndërsa sa i përket qerdheve, një vetmja qerdhe në Gostivar i pranon fëmijët, por nga ana tjetër nuk e zhvillon procesin edukativo arsimor, është një farë lloj presioni që bëhet nëpërmjet të greves. Nga ana tjetër, sa përket shkollave, mendoj se në këtë pjesë ne më tepër koncentrohemi në atë heqjen e atyre dënimeve që kemi nga notimi ekstern dhe intern, por pse jo edhe mos kemi pak rritje të rrogës në të 3 sferat. Sipas Tafa Meti, drejtuesi i sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës në rajonin e Gostivarit, post komunës së Gostivarit përfshihen edhe 2 komuna tjera rurale, atë të Vrapçishtit ku Ahmeti thotë se gati 100% përkrahet greva dhe komunën e Mavrov Rostush, ku greva përkrahet shumë pak.